Po kalojmë në ajetin e ditë, i cili ka të bëjë me rrotullimin e jetës së kësaj bote dhe furnizimit, fenomenit i cili e ka emrin rizq. Fa wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. O njerëz, për ka rrezki, për ka pasurit që i keni si ju kemi bërë të njëjtë. Dikush prej juve ka më shumë, e dikush prej juve ka më pak. Unë me qenë se një hoxh këtë temë, këtë ajet tash që do ta komentoj inshallah. Do ta kish komentuar në vendin tem, këtu në kursin teme. E unë kështu si që di komentin e këtij ajeti, të kisha qenë dëgjues. Po ja them nga zemra. A njeri që do ta shpjegon këtë ajet që do ta komentoj tash. E unë ta di se si që di tash, kam pas me uqu në kam prej në kam me ndëgju ga ditu. Kam pas me uqu para hoqës në kam me ndëgju në kam se s'kisha me mund me nejt ullëm. Allahu thot se për ka rëzki s'ju kemi bon të barabartë. Për ka pasurit, për ka furnizimi s'jeni të njëjtë. E thash ti me njëhere po e bojmë një pytje dhe për zbërthajmë përgjigjën mirë. A është kjo drejtësi pra apo s'është? Pse mos jemi të barabartë kur jemi rob të Allahut të barabartë? Jemi rob të atij të barabartë, ai na ka kriju të gjithëve. E pse dove më pak pra e disave më shumë? Zbërthan Kurani Kerimin vazhdim. Zbërthan Kurani Kerimin vazhdim duke thonë: O njerëz, të furnizohesh. E nëse arrini këta me nënvizu tash, e kryni atë që tash unë do të kisha ngun kom. Të furnizohesh do të thot, të angazhohesh. Mbaroj dherë si sotit, s'kam shka me thonë më shumë. Të furnizohesh, të pasurosh, do të thot të angazhohesh. E shka do të thot të angazhohesh pra? Dikush minimalisht, dikush mesatarisht, dikush maksimalisht. Dikush prej njerëzve që Allahu i dha, i ka Islami, nëse se keni shqip, librin e Sejid Kutubit, nuk e keni shqip, inshallah bëhat shqip, ashtu bo bile, ashtu bo libri i famshëm i Sejidit shqip, shqiptarët do ta lexojnë inshallah, frik do ta kenë dorë librin e famshëm të dietarëve egjiptasit i cili u varr në vitin 1964 litar. Shpejt e shpejt, populojnë gjemtet tonë inshallah taala. Ai thot, pse do kanë më shumë do më pak? E thonë, se do janë të kryum për me pas ma shumë, e do janë të kryum për me pas ma pak. Prej ka ju vjen kjo? E thonë, sa Allahu Gjelle Gjelalu njerëzit nuk i kryoj të njëjtë. Kejt njerëzit për krejt gjonat, sa është kështu puna. Njeni është i kryum fuqi me bajtë ranë. Edhe aj kur për shef televizor, për jam gjetë hekrave, 315 kg. E ti? Ja pra, aj i truni $20,000 të shpia. Ti? Qa bone? Ti ngrejt e denga pras, ka 20 file, ka 9 file, ka 3 file, ngrejt shkarkon, ngarkon, shkarkon lidh. Shka prune ma isprami? I prune 300 mark. E tashti, ajo u angazhu kër i ngrejti ato. Edhe ti e angazhu, po dengi jo të qeter, i ati qeter. Aja është kriju për me ngrejt 315 kg, ka prune $20,000 shpi. Ti e i kriju për di denga pras, i ki pru di denga pras të shpia. Për di denga me pras, i ki pru 1 miliard e gjins, ke ble një solenk. Kaq. A thonë disa e tash të ndëgjëm në anën tjetër, anën e kundër se mu duni me më përcel me rend. Me bo tash ju në këtë mendim që i dham tash në këtë shembull me të kujtu që shka kjo me pras, ju shkoj 1.000 gjona shtit e mas. Po me regull dush me përcel procesin e dersit. Do janë prej njerëzve, kjo edhe ma fenomeni madha. Do janë prej njerëzve të shkollum fakultetin e ekonomisë. E kanë kri fakultetin e ekonomisë. E kanë kri magistraturën e ekonomisë, pasta janë bo doktor të ekonomisë, kur të shkojsh me apo halët a gje, $50,000 borç. Ekonomisi, doktor ekonomie, $50,000 i ka borç, mi dhonë halkjeve, borç. Kur t'i shlejsh sit të mfalni, kur t'i shlejsh sit të do dibidusa, që halas din mirë me shkrujt, me të vërtet halas din mirë me shkrujt, do bilehit din me shkrujt. Qërë shkon me aeroplan në Dubai a gje, në Dubai, 10.000 mark, i ka investu a gje, ka prunat male, ka shit 8.000 këtu, ka shku i ka bler 4.000 a gje, ka shit 12.000 këtu, ka shku i ka bler 9.000 a gje, ka shit 20.000 këtu, me 3 tura 11.000 mark në gjep,
me 11.000 mark, pastaj 30.000 mark në gjep. E po mirë, me dhe sa është dipitus, e pysin shëshnia, thoj, abe, kejt, ti ku dite me shkua gje? Qa është për në krasim me qërë ti hupë, thoj, mirë, ku strak, ku e more vesht, ku pe di, ku e gjetek, e që ka qa është i hupë, ja ma interesant, $1 milion ka në bongë. Për 10 vetë stash punet, të mësë me diti, kur gjohës din dë njo? Allahu ka thonë Kurani Kerim, do për këti kam kriju, zdin, a do pa din shumë, kanë shkrujt një liber shumë të famshëm, Einstein, Albert Einstein, është një shkencëtar Gjermani njofshëm, ka vdek, ka shkrujt një liber në gjuhën Gjermane, titullin e ka kështu, Wir nutzen nur 10% von unsere Potenzial. Libri kështu e ka emnin. Ne e përdorim vetëm 10% të potencialit tonë. Do me thonë 90% e mendjes është pa përdorë si pas Einsteinit po flasë. Truni njeriut vetëm 10% deri tash është përdorë me ndërtu këtë botë kështu. 90% hala njeri të njeri s'ka hi. Unë hala me 90% të potencialit tem si pas si libri, hala s'kam hi në vetë vetën. Me shfridzu. Shka do të bojnë me atë 90% ta ne, kush përdi? Kush me di? Sot lezova në gazet se po formohet një gjuhë e re me 220.000 fjalë një gjuhë e do të komunikohet në përmet internetit me ta. E ti nëse e ke një shosh në Angli e se din anglisht në asni fjalë, do të mundësh me komuniku me ta pa problem fare. Veçëm i tru sustat e tastaturës kompjuterit tanë edhe i shkru një letër ati shqip, a je merdë përgjigjën drejt a gjë anglisht, që ka jetu shkrujt ti. Kur ta kthej përgjigjën ai në kompjuterin e vet anglisht, e ti në monitorin tanë drejt shqip. Kështu do të bisedojnë në armëri njerëzit, e kjo nuk do të jetë larg. Sot ishte në gazet, brenda 8 viteve do të krijet keq ky proces. Me 2006, si ta keni kompjuterin dhomë, do të folni me kinezët. Me kinezët, jo po ishte e cekun Kina, ishte e cekun me emën. Do t'i shoni shoqit tanë në përmet internetit letër, në kompjuter shqip, a i do t'a lezoj kinezisht, pastaj ja u këthan përgjigjen kinezisht, ju drejt në faqen e internetit do t'a lezoni ju shqip drejt. Kështu do të komunikohet. Unë po kam fillu me i zonë bes, Einsteinit, se me të vërtet shumë pak është përdor me një njeriu deri tash. Kam nisë në kohën e fundit me i besu, në fillim si kam pas bindjet, kështu me gjithë se librin ja kam lexuar në detale. A dalim të kafshët pak? Me shkollë dhe pa shkollë. Sa vite, po kam thonë për këtë nafë, s'ka gëllë. Sa vite shkolli ka ukit bitis me që i vesh dhenë trasha dhe lop trasha po ha? Sa kurse i ka bitisa i të ekonomijës, edhe interesant, as krone për me terë, as me tha për me shporet. Jo si ju, po e pat, ju se dini bashmije se që shini tu jetu. Ju po e bleni lopën 300 kg mish, po e nëni për mishporet të e bani 10 kg, pas taj po me ndoni që kini bo një spunë. Pin 300 kg, 10 kg. Aj agjenalt, aj s'po i ban punë kështu. Aj ta pret 500 kg lopën, 300 kg mish për një me 300 kg mish, ja. Ja 300, se s'ka gëllë. Të më falë, njën e pyti uke në tha, pse trashat? Shnal njën e uke në udhë, tha, pse trashat, pse zaiftat jo? Zaiftat hajtesa, po i ka vërdis me kep, me mish, me asi margarin, me keca. Unë pa ka vërdis, po e hata. Trashat zaiftat sa ju të shpija gje. Ska ko? Allahu gjelle gjelaluhu. Aje boni që ki pa shkoll tanë trasha. Edhe tha një poet, lau kanat il arzaku të gjri ale l'higja, helekna idhen min jahlihin në l'behaimu. Tha me kanë që rëzki bëhet si pas shkollimit edhe si pas shkollimit, si pas diturijës, tha uke s'ka pas me hongër hiq të asni ditë shkollë se ka. Më pohan, veç harroj pak mas shpine.